Kryeministri Kristian Mickoski, i cili po qëndron në Hungari për një vizitë zyrtare bashkë me një pjesë të ministrave të qeverisë së tij, por jo dhe me funksionarë dhe ministra të koalicionit në Vlen, të cilët po ashtu janë pjesë e qeverisë. Ndërkaq, këtë ka komentuar kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami, i cili tha se në Budapesht ka shkuar ministrat të cilat duhet të nënshkruanin projekte e marrëveshje konkrete. I bie që nuk ka pasur një projekt konkret, një marrëveshje konkrete. Ne me Hungarinë si vend i Bashkimit Evropian kemi relacione të mira dhe nëse në të ardhmen do të ketë ndonjë situatë të tillë me ministri të udhëhequr nga kuadrat e Vlen, sigurisht që do të jetë pjesë e këtyre projekteve. Kasami ka folur edhe për situatën politike në vend, pasi nënkryetari i BDI-së Bujar Osmani për televizionin 21 ka thënë se do të ketë krizë politike dhe mund të mos ketë zgjedhje lokale në rast se gjykata kushtetuese prek gjuhën shqipe. Kreu i Lëvizjes Besa Bilal Kasami thotë se mund të përsëritet rasti i tendave, ku edhe u publikua lajmi për futjen e Artan Grupit në listën e zezë. Unë nuk dua Bujar Osmanin ta përkujtoj me momentin e tendës. E dim ne, kur nisën një projekt të tillë për të krijuar tensione në Maqedoninë e Veriut, për të bërë probleme, kur me një kolegun tuaj, i cili u vendos në tendën e tyre, veç nisën një projekt të tillë dhe kur e uli kokën dhe doli dhe nuk e dinte dhaj si doli nga ajo tendë. Bujar Osmani mos ballafaqohet përsëri me një situatë të ngjashme kur do të duhet të dalë dhe të nisin ndonjë tentim për destabilizim të Maqedonisë dhe të dalë ndonjë padije radhës dhe më e madhe për ndonjë funksionar tjetër. Kujtojmë se në shtator të vitit të kaluar, kryeministri hungares Viktor Orban ishte në Ohër në kuadër të vizitës së tij zyrtare, nga ku edhe në atë vizitë vetëm ministri për çështje europiane Orhan Murtazani, kuadri i koalicionit të Vlen, ishte i pranishëm.